Tash, politikani, a është i moralshëm, a s'është i moralshëm, e vlerëson është forca politike. Ka kaluar jo kohë, morali caktohet politikë. Jo, ma ai është kryetar i grupit parlamentar. Ai bën përgjegjësi për atë punë, në titullin e tij personal ka politikanë që dalin dhe kundër vendimeve të partisë. Dalin edhe kundër vetvetes, kundërshtim me vetvetes parlamentar dhe po ta vendos bashkë me vendimin e sotëm. Po e ka ndrru vendimin o burr, e ka ndrru mendimin, është normal, nuk ka mur mas me lëvizaj. Jo. është normal më burr është i veti, e ka ndrru. Nuk ka mur që s'lëvizaj. Ju po pretendoni që o mur nuk është standardi. Po mirë, e vlerëson votuesi atë gjë. Nuk e vlerësojmë unë e ti. Se po marrim një rolin e elitizmit që na këtu daj moral. E vlerëson votuesi. Nuk ka vetë në bota, Po e vlerëson votuesi. Edhe tash ky eskalimi, vishte një fjalë prozesh, eskalimi që e ka bë Spaku është, do më thonë, problem dhe mund ka bo shoqe me Belindën, do më thonë, pa pritë e pa kujtu. Ke shkruar poezi për Belindën? Po, jo tash ishte një poezi që e kisha shkru për një moment kur njeriu ballafaqohet me vështirësitë në jetë, dikush e ke shkruar për Belindën. Thash po, e kam shkruar, marrë e çfarë më thonë? Më thonë jo. Kapi një poezi tënde edhe ta. Absolutisht, jo, sepse unë tash jam shoku më i mirë i Belindës. E pash titull. Albatrosi dedikon poezi Belindës dhe thash. Po mirë, tash i kam dedikuar edhe Luizit e Dres, sa s'to më thonë gjaja punë. Jo, dedikoja, më nuk po them të pyeta për lajmin, për vërtetimin e lajmit. Gjëja është që unë në analizën time që e kam bë, ka marrë në përfundimin që Zoja në këtë rast ka padrejtësi procedurale ndaj saj. A është fajtore aso fajtore? Kuçana, po. Për mua është fatkeqësi e madhe që diskutohet pjesa juridike, ne nuk jemi as prokuroria as gjykat. Unë mendoj, të lutem, vetëm lart mbaroj, unë nuk ndërpreva. Po, shqyrë, si pas keni mirë. Atëherë, e para. E dyta, ajo çka do duaj, ajo çka më shqetëson mua është pa aftësia që këta janë të korruptuar dhe që këta janë hajdut, e di çdo shqiptar, nuk ka shqiptar sot që nuk e di. Të lutem, dhe ajo që është akoma më keq është dashakesia. Atëherë ti nuk do ta dish, ti dhe Ulsi Manja nuk do ta dish. Se nuk do ta dish. Unë jam shqiptar, pra, nëse deri dje drejtësia ka qenë individuale, më dëgjoj me vëmendje lutem. Nëse deri dje drejtësia ka qenë individuale, sot tashmë kemi Edi Ramën, pra kreun e Partisë Socialiste, i cili tashmë është si formacion politik, pra ato 83 mandatet e krimit, korrupsionit e tjerë, të cilët i shqiptarët i din shumë mirë, pra tashmë është një formacion politik i cili del dhe i mbron. Pra, unë mendoj që e pa mbrojtja... Mbrojnë Ballukun këtë rast, nuk e kanë mbrojtur. Po s'mbrojt e pa mbrojtja. Ametajnë se kanë mbrojtur, për shembull, e kanë lënë. Kanë mbrojtur Tahirin në pjesën e parë. Lind pyetja pse po e mbron Ballukun. Lind pyetja pse po e mbron. So është inxhiniering politik, është puç ndaj mandatit popullor 3 muaj mas Edi Rama, të lutem. Edi Rama e di tashmë që rradha është e tij. Është puç gjyqësor, mbaroj më vet. Më fal. Ky dashnori drejtësisë që deri dje thoshte reforma në drejtësi, ky që ka filluar dhe sulmon mediat, ky që të quan të nxjerrë, ky kryeministër i cili flet vetëm me një gjuhë, një kryeministri, e di kush është problemi sot. Problemi është se sot nuk kemi narkoshtet. Ne kemi vetëm narko, nuk kemi shtet fare. Dhe ajo që i shqetëson shqiptarët sot është të kërkojnë shtet. Dhe shqiptarët kërkojnë shërbime, kërkojnë politika publike, se prandaj i votojnë për të bërë politika publike. Po jo shumë mirë, kjo duhet jetë. Që mos përgjithsojmë, në rasti Ballukut. Pra, rasti Ballukut, në rastin konkret, Rama përmbron patjetër veten e tij. Tashmë është drejt për drejt tek Edi Rama. Unë sfidoj, i bëj një pyetje publike. E sfidoj në mënyrë të drejt për drejt dhe i bëj një pyetje publike zotit Rama. Javën e kaluar ka pasur çfarë ka ndodhur me dosjen e Akshit në mënyrë të drejt për drejt me zotin Rama? Po. Çfarë ka ndodhur? Atë e di zoti Rama, ai mund t'ju jap përgjigje. Jo, çfarë ka ndodhur? Kur e ngre pyetjen duhet japë përgjigje. Atëherë, jo, e jep përgjigje ai që e di se çfarë është përgjigjur. Ai që e di se çfarë është pyetur, ai që e di se çfarë është i përfshirë. Çfarë ka ndodhur? Pra, dosja Akshit është fundi i Edi Ramës dhe unë po ja u them live nga studio juaj që shumë shpejt do të kemi zhvillime të tjera. Nga ana tjetër në dosjen e Belinda Ballukut, pra pse e mbron Belinda Ballukun, në faqen 61 kemi të cituar emrin e Edi Ramës në dosje, dhe dosja e para një herë do duhet ju ishte dorëzuar gjithë deputetëve. Citimi i emri nuk e bën automatikisht fajtor. Jo, absolutisht nuk e bën fajtor, por dhe kultura që ka dalë emri i këtij u përmend ai në dosje, atëherë jo drejt për drejt, por në dosje thuhet që Edi Rama e ka shkruar mesazh për ta pritur dhe
figuron fitus i tenderit për zotëria se për etik s'duat përmend emra. Ta bëjmë emision tjetër për Jo, duhet të flasim për shqiptarëve, kjo ju intereson. Pra jo flasim për Ramën, jo për Belindën. Belinda ka ikur, Albatros. Vazhdo dhe shkruaj një poezi se do ketë nevojë pas të ditës do ketë nevojë për poezi pas ditës së njëjtë. Janë 3 juristë, unë kam thënë gjithmonë. Në qoftë se 4 për Ilirana nuk është. Në qoftë se dikush që është përgjegjësi direkt për firmën, ka dëgjuar kryeministrin apo ministren, e ka halal burgun le ta bëj. Sot një zyrtar i shtetit duhet i thotë jo kur është në shkeljet ligjit. Po i tha po në shkeljet ligjit, dihet që të shkojë ai në burg në vend edhe të Ramës dhe atë jo, po tani këtë ju duhet atë çdo zyrtar. Po firmosët me porosi, me gojë, me bindjen tuaj që jeni duke shkelur ligjin, burg do shkoni ju. Atëherë unë ju siguroj që sot ka vende bosh që nuk shkon njëri drejtora, nuk shkojnë jurista në ministrisë sepse e din shumë mirë që nëse firmosin do shkojnë në burg. Pra ajo çfarë duhet të merrem sot, tjetër që presioni i spakut po çon në këtë situatë se thonë që është jashtë normale. Atëherë presioni i spakut do duhet jetë edhe më i fortë. Dhe pa tjetër drejtuesi spaku do duhet të ngrihet në lartësinë e dur, pa tjetër do duhet të veprojnë në mënyrë të drejtë për drejtë për të çliruar shqiptarët nga korrupsioni. Dhe kur them që sot nuk kemi shtet, unë them që sot nuk kemi shtet në të gjithë dimensionet e shtetit. Pra, ka humbur koncepti i shtetit, jo më jo. Më fal. Kadastra është e mallkuar, ndrohen një herë në 3 muaj. Drejtorat e policisë ndrohen një herë në 6 muaj, ministrat ndrohen një herë në 6 muaj. Po nuk është e keqja. Sali Berisha, më fal, të lutem. Tash mund të jetë spaku i drejtë me Belindën e i pa drejtë me Salinën. Spaku është i pavarur dhe sistemi i drejtësisë duhet të jetë i pavarur dhe do duhet të veprojë i pavarur. Dhe në një vend normal, zëvendës kryeministja do duhet të kishte dhënë dorëheqje dhe të përballej me drejtsinë. Dhe nuk do duhet që të ishim pikërisht në këtë diskutime. Pra, për t'ju kthyer asaj që pak më përpara ju thatë morali, po, duhet të ketë moral politik. Prandaj nga që ka humbur morali politik në këtë vend, prandaj dhe politika është bërë një tallava politike, prandaj dhe Edi Rama ka ardhur pushtet me kusi, me tenxhere, me tallava. Pra duhet të jemi shumë serioz, nuk ka ardhur me një program. Ka ardhur me bandat kriminale, atëherë unë të siguroj që do duhet, unë të siguroj që mbas ditës së njëjtë, ditën e premte do duhet fillosh të bësh një poezi Belindës. Belinda ka ikur. Do duhet të diskutojmë për Ramën. Pas Belindës e ka radhën Edi Rama, e ka shefi i tij, Edi Rama. Do ma kufizu lirin time, çfarë ma bëj? Absolutisht, por besoj se do ketë nevojë pikërisht për poezitë të tua. Dhe besoj që poezitë tua Roz, në Selin Roz, unë mendoj që do shkojnë shumë mirë. Selia Roz, si ja keni nisë ju, vjen keq, do vazhdoj dhe do shkojnë 93 për të putet. Atëherë, këtë nuk e vendos. Atëherë, Selia Roz, atëherë unë po të siguroj që jo vetëm 93, po nga 83 kemi një grup parlamentar që së shpejti do bëhet publik. Në informacionin që ne kemi deputet të cilët mendojnë ndryshe për çështjen e Belindës. Po, të pësoja. Mos rrini me atë shpresë. Pra, atëherë, po ju them, jo 94, po as 83. Prandaj nuk e ka ditët. Si Belinda ka krypun, edhe Rama të siguroj që shumë shpejt do ketë krypun. Dhe do duhet... Ata nuk do japin imunitetin, Zoja do vazhdoj të hetohet, procesi vazhdimësi, procesi mund të marri, ju e dini, 3 vjet, 4 vjet... Atë ne nuk e dim çfarë do ndodhi, premten e mbrapa.